Good evening. Welcome to the press conference of the coach of Albania and the captain of Albania, Mr. Silvinio and Mr. Jim City. There will be simultaneous interpretation in German, English, Italian, Albanian, and Spanish. So please make sure to ask your questions in those 5 languages. So please raise your hand, mention your media organization and your surname, and we will give you the floor to answer your questions. The gentleman in the second row with a blue shirt, please wait for the microphone. Kenti Anduka, Maska Pikalo, Albania. Berat, luani nesër një sfidë të vështirë ndaj Spanjës. Sa e gati është ekipi për të përballuar Furinë e Kuqe? Përshëndetje. Besoj që e the edhe vetë që ndaj një ekip shumë e fortë, po besoj që gjithë çunat janë gati për këtë sfidë nesër. Sidomos që gjëja më e rëndësishme është që jemi akoma në grup dhe kemi akoma raste me kalu grupin dhe do bëjmë më të mirën tonë nesër. Ta provojmë ta bezdisim Spanjën. Before giving the next question, kindly note that the questions should be addressed to the team captain, Mr. Grimshit, in order to release them, and then you may ask, of course, the coach, Mr. Silvinio. The gentleman on the first, on the second row, please take the microphone from a volunteer. Ernest Coach nga Report Televizion. Berat, kemi marrë informacione që nesër Spanja do të jetë me formacionin e dytë. Kjo si ndikon tek Shqipëria, duke qenë se ndoshta formacioni i parë dihet më mirë se si luan? Besoj që nuk ndikon as pak, sepse edhe formacioni i dytë është në nivelin pothuajse të njëjtë si formacioni i parë, kështu që besoj nuk ndikon shumë te ne. Besoj e dim kon e kemi përballë. I dim kundërshtarët dhe individualisht e dim kon e kemi përballë dhe besoj që ajo është gjëja më e rëndësishme dhe besoj që ne nuk mendojmë as pak që ato do luajnë me ekipin e dy siç besojnë shumë të tjerë dhe do marrim kështu ekipin siç ta luajmë me ekipin e parë. Question for Captain Jim City. The gentleman on the 5th row who is raising his hand there, please. Grazie, se posso la faccio in italiano. Capitano, volevo chiederti cosa state pensando di quello che è successo ad Aku, della squalifica, cosa cambia e cosa ne pensate di quello che è successo poi con la Croazia anche. Grazie. Allora, prima di tutto penso che per adesso pensiamo solo alla Ne kam menduar që duhet të fokusohemi në ndeshjen e nesërme. Daku ka bërë një gabim, ka kërkuar falje dhe nesër duhet të mendojmë për ndeshjen të cilën e kemi dhe atë çfarë na pret. Ne do kemi një kundërshtar shumë të vështirë dhe prandaj kjo është gjëja më e rëndësishme për ne nesër. Nëse nuk ka pyetje tjera për kapitenin e skuadrës, zotin Gjimshiti, atëherë mund të kalojmë tek pyetjet për trajnerin. Ka ndonjë pyetje për kapitenin? Për kapitenin e skuadrës, zotëriu në fund, urdhëroni ju lutem. Zotëri është nga l'Equipe, një media franceze, do të thoni që nesër do të jetë një ndeshje cila është një mision e pamundur apo jo për ekipin tuaj? Asgjë nuk është e pamundur në jetë. Dhe këtë kanë mësuar në karrierën time, por patjetër do jetë një ndeshje vështirë, do të jetë një lojë e vështirë, do shtem vështira në këtë grup, por jemi aty, kemi mundësi për të treguar se përse jemi këtu, përse kemi merituar të jemi në këtë pozitë ku jemi dhe të tentojmë, të shqetësojmë, të rrezikojmë dhe të bëjmë të mirë që mundemi nesër. Ka ndonjë pyetje tjetër për kapitenin? Zotëriu në fund. UEFA have fined Albania today for a number of offences. UEFA e ka gjobitur Shqipërinë për një numër shkeljes në qatë ndeshjes kundër Kroacisë. Jeni të shkëlqyer që politika ndoshta ka vënë hije ndeshjes juaj. Nuk jam këtu për të folur për çështjet politike. Dhe këto janë gjërat për të cilat përkujdeset UEFA në këtë moment.
arsyeja kryesore pse jemi këtu është që të luajmë një ndeshje me rëndësi nesër dhe që të kemi mundësitë në fushë të lojës, kjo është gjë e rëndësishme. Dhe natyrisht do të kemi shumë tifoz të cilët do na përcjellin nesër, edhe natyrisht duhet të besojmë në veten tonë para së gjithësh. Pra nuk ka pyetje tjera për zotin Gjemshiti, kapitenin e skuadrës shqiptare, atëherë ai është i lirë për të vazhduar me aktivitetet të cilat i ka në vim. Ju faleminderit shumë. Tani jemi gati për marrë pyetjet për trajnerin Silvinjo. Zotëriu këtu në rreshtën e parë, ju lutem urdhëroni. Prisni për mikrofonin, ju lutem. Pyetja është, çfarë do thotë për ju që të keni mundësi që të kualifikoni për raundin e radhës dhe të bëni histori për Shqipërinë kundër një vendi siç është Spanja, të cilën i njeh shumë mirë, kështu që do të ndiheni shumë të eksituar apo jo? Po, është vërtet, është goxha emocionuese dhe për me tepër është një pyetje interesante. Natyrisht Spanja me kam ripritur mua, familjen time dhe unë me kam krijuar jetën aty, fëmijët e mi kanë lindur atje, kanë luajtur për Barcelonën dhe Celta Vigon për një numër të madh vitesh dhe një shumë njerëz aty, fati është një gjë shumë e mrekullueshme, pasi për mua të luaj kundër Spanjës është fantastike. Spanja është një skuadër briljante me një trajner të mrekullueshëm dhe do të jetë një ditë të cilën nuk do të harroj. Në anën tjetër, unë jam shumë i lumtur që e drejtoj skuadrën shqiptare. Kemi kaluar në për një grup të vështirë dhe kemi bërë lojë të mirë për të ardhur këtu dhe tani kemi përfunduar në grupin e vdekjes për të ballavaçuar kundër Spanjës në ndeshjen e fundit me një mundësi e cila është shumë e madhe për ne dhe natyrisht kjo është diçka domethënëse, do të tentojmë nesër të shkojmë të dalim në fushë dhe të luajmë kundër njërës prej skuadrave më të mira në botë, kundër disa prej lojtarëve më të mirë në botë. Ishte një pyetje për kapitenin e lidhje mes skuadrën apo formacionin e dytë të Spanjës, por natyrisht sido që tjetë ata janë mes favoritëve për të fituar këtë kompeticion. Pa tjetër që na kujtohet koha juaj në Barcelonë me Pep Guardiolën dhe njërën prej skuadrave të mira gjitha kohrave. Kur shikoni Spanjën duke luajtur, ju përkujton këtë skuadër. A ka diçka në skuadrën e Spanjës që ju bën të mendoni për këtë gjëra? E dini më mirë se sa që e di unë që Spanja e ka ADN-n e vetë, mbajnë posedimin e topit, luajnë futboll të mrekullueshëm, kanë shumë cilësi në mes të fushës. Por kjo skuadër spanjolle ka diçka tjetër, ka lojtar direkt, sidomos në krah janë shumë të rrezikshëm, janë shumë të mirë edhe në qendër, por sidomos në krah. Pra ka më shumë cilësi ndoshta se përket skuadrës dhe lojtarëve që luajnë në të. Ka shumë, pra ka disa lojtarë shumë të shpejt në krah, sigurisht edhe në mes, në qendër. Dhe natyrisht kam vëzhguar në muajt e fundit, 4, 5 apo 6 muajt e fundit, që kur është hudhur shorti, natyrisht janë shumë të mirë edhe në mbrojtje, ata krijojnë shumë pak hapësirë, lejojnë shumë pak hapësirë. Dhe natyrisht nuk gjatë kohës shndrojnë prapa topit, janë shumë mirë të organizuar. Unë vetë se kam dëgjuar që Spanja mund të jetë skuadra më mirë në grup, po patjetër kanë fituar kundër Kroacisë, kundër Italisë dhe vetë se janë kualifikuar si fitues të grupit. Kështu që patjetër që janë një skuadër e mirë, siç ka thënë kapiteni Gjimshiti, ne kemi një skuadër shumë të vështirë dhe një lojë të vështirë nesër, por ne kemi gjithashtu lojtarë briljantë, të cilët janë ambiciozë dhe me të vërtetë jemi shumë të eksituar dhe me të presim që të luajmë një lojë të mirë nesër kundër Spanjës. Pra, ju keni qenë në teren të ejtën për të parë ndeshjen me Spanjës dhe Italisë, si është dukur loja Spanjës kundër Italisë? Pasi duke ditur që do të ballafaqohemi me ta pas disa ditësh.
Kam shkuar me Pablo Sabletin, diçka e planifikuar, ishte një ditë pas ndeshjes son, kështu që i dim të gjithë kundërshtarët e grupit ton, dhe kjo nuk është natyrisht asnjëherë problem që të shkojmë në ndeshje ekstra. Është një skuadër e cila ju impresionon, kanë shumë cilësi, kanë lojtarë shumë të mirë. De La Fonte me të vërtetë ka bërë një punë të mrekullueshme, siç kam thënë më herët, ata sulmojnë, janë të mirë dhe qendër, kanë një lojë të hapur dhe mbron mirë gjithashtu. E kanë humbur vetëm një ndeshje kundër Skocisë gjatë fazës kualifikuese, pra janë një skuadër shumë e fortë me një trajner të nivelit më të lartë, i njoh shumë mirë lojtarët e tyre, disa prej tyre i kam njohur mbi vite të tëra. Është një histori fantastike. Por lojtarët e mi janë të guzimshëm, ata do dalin në fushë dhe të japin çdo gjë që mundën. Vendi ynë është krenar për ne, kështu që të shkojmë në ndeshjen e fundit të këtij eventi dhe të ndeshjeve në grup, është diçka për çfarë jemi të kënaqur. Ne kemi një mundësi, çdo gjë mund të ndodhë gjatë 90 minutave të lojës në fushë. E dim që kemi cilësi në këtë ndeshje, prandaj do shkojmë në fushë për të luajtur. Se përket lojës kundër Italisë dhe Kroacisë, keni patur një avantazh, por nuk keni mundur të fitoni. Çfarë ka munguar për të arritur deri te fitoria? Pra, arritja avantazhit është diçka shumë e madhe, nuk është e lehtë të vish deri tek avantazhi. Dhe patjetër që është një avantazh për të shënuar të parët, por kjo është evenimenti i dytë në kampionate evropiane, pra lojtarët kanë filluar të adaptohen shumë mirë, kemi disa lojtarë goxha të rinj dhe gjatë punës me ta gjatë viteve të fundit janë përmirësuar goxha dhe tani janë duke treguar se çfarë mund të bëjnë dhe ja ka të bëjë edhe me përvojën në terren, edhe me ballavaqimin, me lojra të mëdha, me faze të ndryshme dhe natyrisht kjo diçka që mund të ndodhë të gjitha skuadrave, edhe skuadrave të mira në botë, edhe skuadrat e tilla ballavaçohen me momente vështirësie gjatë lojës, kjo nuk është diçka e vështirë, por duhet të vazhdojmë të përmirësohemi. Do ketë faza kur ne menaxhojmë lojën me mirë apo me keq, dhe këto janë disa momente që duhet të përmirësohen patjetër. Pyetja ime është a je i lumtur që po luftoj për kualifikimin edhe pse ka mbetur vetëm një ndeshje kur jemi në grupin e ferrit? Pues sí, sigo respondiendo en español, ¿verdad? Muchas gracias por pedir. Do të përgjigjem në spanjisht, thot zotëria, apo jo? Në rregull, atëherë do vazhdoj që të përgjigjem në spanjisht. Patjetër që jam i kënaqur, jam i lumtur. Shumë njerëz para 5 muajsh kanë menduar që Shqipëria do të pranojë 3 apo 4 gola, gjithashtu edhe ndeshjen tjetër 4 apo 5 të tjera. Dhe ndoshta ndeshja e fundit nuk do ketë asnjë rëndësi për Shqipërinë. Patjetër që jam i eksituar, jam i lumtur, natyrisht ne besojmë në punën tonë që kemi bërë, ne përfaqësojmë vendin tonë dhe jemi shumë të lumtur që jemi në këtë grup të vdekjes, është quajtur, dhe ne duam të luajmë për diçka, duhet të shkojmë në këtë ndeshje për të fituar diçka. Jam i kënaqur me lojtarët e mi, kemi bërë çdo gjë që kemi mundur për të arritur këtu, kështu që do tentojmë të bëjmë diçka tjetër, më shumë. Jemi duke vazhduar të ndrrojmë dhe çdo gjë është e mundur, gjatë 90 minutave çdo gjë është e mundur. Është këndeshja më e rëndësishme në gjithë karrierën tënde si trajner dhe një më të rëndësishme për fshi dhe karrierën si futbollist. Pues yo soy joven. Sí, es un Unë jam ende i ri. inolvidable. Është një ndeshje me rëndësi, edhe
një ndeshje që nuk do të harroj pasi si trajner të luaj kundër Spanjës për herë të parë. Një vend I cili ka qenë vendi ku ka imbetuar. Jam gjysmë spanjoll, gjysmë brazilian në fakt. Dhe kjo është diçka që është e mrekullueshme dhe diçka që nuk do harrojsh lehtë. Është një ndeshje me rëndësi, patjetër. Edhe natyrisht ne vetë kemi patur ndeshje me rëndësi gjatë fazës kualifikuese, kemi filluar natyrisht tani në ndeshjet e grupit të luajmë kundër Italisë, jemi ballavaçuar me Kroacinë, tani kemi Spanjën. Është dashur të përgatitemi shumë mirë për të gjitha këto ndeshje, të dalim në fushë, të menaxhojmë siç duhet dhe të bëjmë më të mirën që mundemi. Nëse kjo është ndeshja më e rëndësishme, situata mund ta bëj ndeshjen më të rëndësishme. Për shembull pas barazimit në minutën e fundit kundër Kroacisë, ku jemi këtu, dhe çdo gjë është me rëndësi dhe kjo patjetër mund të arrisë rëndësinë. Dhe ndeshja më e rëndësishme gjithë është ajo vijuese, kështu që sa i përket meje, do të jetë ndeshja nesër kundër Spanjës. Quería preguntarle por lo que conoce ya al fútbol albanés y a la afición albanesa, ¿qué significaría mañana ganar España o Dua t'ju pyes, si mund të dini? Ju keni një ori të mira për Shqipërinë dhe tifozët shqiptarë. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë që të vazhdoj tutje, të fitoj edhe të kaloj këtë fazë të grupeve? A duhet të përgjigjem për këtë? Okej, faleminderit për mundësinë për të folur për këtë gjë. Ne kemi punuar me skuadrë kombëtare shqiptare, me kombëtare shqiptare, me muaj të tërë, kemi qenë në Tiranë, kemi parë një përkushtim të madh nga ana lojtarëve, një besim të madh nga ana njerëzve të cilët punojnë për këtë skuadër. Në Shqipëri ka 3 milion shqiptarë, por ka 9 apo 10 milion shqiptarë anë mban botës. E kam parë këtë gjenerate e cila asnjëherë nuk ka parë me herët kombëtaren të luaj në kampionat evropian. Dhe vetëm viteve të fundit, gjeneratët tanishme janë duke gëzuar ndeshjet e kombëtarës në kampionat evropiane. Dhe jemi duke bërë një punë shumë të mirë. Natyrisht nesër ne do të jemi shumë të gjallë, do të jemi ambiciozë, do të jemi shumë krenarë. Patjetër Spanja është një skuadër shumë e mirë, dim këtë, por ne do të luajmë gjatë tërë 90 minutave dhe nëse do të gjajmë që fitojmë, të kalojmë grupin, atëherë edhe më mirë. Do të jetë me të vërtet një kënaqësi e madhe për të luajtur në mesin e 16 skuadrave më të mira. Do të jetë vështirë, do të jetë diçka shumë e vështirë, por ndoshta do të luajmë njërin prej ndeshjeve më të mira të mundshme. Do bëjmë performimin tonë më të mirë, performancën tonë më të mirë, dhe nëse do e bëjmë këtë gjë, ja, ndoshta me të vërtetë do kemi mundësi për të qëndruar në këtë kompeticion. Është fantastike, faleminderit shumë për këtë pyetje, pasi më lejuat t'ju tregoj se pse jam shumë I lumtur për këto 90 minuta që do kemi nesër. Do t'jetë zotriu mbrapa, pastaj zotriu në rreshtën e dytë dhe pastaj një pyetje tjetër për zotriun këtu në rreshtën e parë. Do doja t'ju pyesja për atë se kë shihni si favorit të madh të këtij kompeticioni. Mirëmbrëma. Është e vështirë ta them këtë tani pasi nuk kam parë shumë ndeshje. Kam pranuar së mesazhe të cilët më kanë thënë shikoj këtë ndeshje, është fantastike e tjera, por nuk kam arritur të shoh shumë prej ndeshjeve. E kam parë atë në mes të Spanjës dhe Italisë, por ja që ne kemi punuar shumë gjatë javëve të fundit me orë të tëra gjatë tërë ditëve. E kemi patur udhëtime të shumta, lëvizje të shumta. Natyrisht kam parë Spanjën duke luajtur, pra siç e thash. Dhe Spanja tani ka 6 pikë, kanë fituar 2 ndeshjet e para të grupit ton, por ja që nuk I kam parë ndeshje tjera. E kam parë një pjesë të ndeshjes në mes të Francës dhe Hollandës, por vetëm 10 apo 15 minuta, kështu që me të vërtet nuk jam në pozitë për të thënë se kush janë favoritet. Natyrisht mund të nëse do themi emra, Spanja është mesin e tyre, dhe pastaj do shohim Italia dhe Kroacia gjithashtu, pasi që nëse do kalojnë grupin, ata do bëjnë të vështirë për të gjithë të tjerët. Ky është një kampionat shumë I vështirë, ne jemi duke kënaqur në të dhe duke mësuar shumë gjatë kohës.
Natyrisht të njëjtën gjë kemi bërë kundër Italisë dhe kundër Kroacisë dhe shpresojmë dhe dim që edhe nesër do mësojmë shumë edhe gjatë ndeshjes kundër Spanjës. Por të jemi në këtë kampionat për herë të dytë do thotë që ne tani jemi duke parë para për të vazhduar tutje. Mister, duke qenë se matematikisht kemi shanse edhe për duke kaluar grupin edhe me 2 pikë. A hym në fushë edhe për një barazim? Pra, natyrisht, siç kam thënë në konferencë për media, unë kam parë asnjëherë në jetën time në 30 e më shumë vjet, nuk kam parë asnjëherë një trajner që ka shkuar në fushë për të bërë një barazim. Kur luani në ndeshje, tentoni çdo herë që të fitoni ndeshjen. Edhe nëse natyrisht keni një skuadër të mrekullueshme, apo nuk e keni skuadër të mrekullueshme, ju tentoni që të fitoni. Pra tentoni që të mbroni mirë dhe tentoni që të shfrytëzoni mundësitë për të fituar. Por natyrisht nëse mbeten 5 apo 10 minuta të ndeshjes, do shohim se çfarë do ndodh. Nëse duam të kalojmë këtë fazë të grupeve, duhet të fitojmë kundër Spanjës. Nuk është e lehtë. Është vërtet që mund të kalojmë ndoshta edhe me 2 barazime, por ne shkojmë aty për të fituar dhe natyrisht do shohim se çfarë do ndodh në 5 apo 10 minutat e fundit. Është e vështirë të përgatisesh një ndeshje për të arritur barazim, përgatitesh për të arritur fitore, kjo është ideja. Do doja të shtroj pyetjen në gjuhën galiciane, por nuk e di nëse do e kuptoni. Ju me siguri do bëni shumë ndryshime nesër. Rodri është i suspenduar, Nico Williams, gjithashtu e të tjera. Janë këto lajme të mira për ju, apo të këqija pasi ndoshta ata të cilët nga formacioni tjetër, apo i dytë, ndoshta duan të tregojnë edhe më shumë. Dhe cilët të dëshironi të keni në skuadrën tuaj si lojtarët kryesor që do fillojnë ndeshjen? E kam thënë të njëjtën që në një intervistë të cilën e pata pak më herët, ata janë një skuadër e mrekullueshme, edhe formacioni i dytë spanjoll mund të luajnë në këtë kampionat dhe të fitojnë. Ata çdo herë janë të motivuar, prandaj ne nuk kemi kohë për të menduar se çfarë do bëj Spanja, është pak dobishme, por duhet të mendojmë për atë se çfarë do bëjmë ne. Spanja ka shumë opcione, mund të luajnë me këtë duan, kur të duan, edhe të gjithë ata luajnë lojën me shumë emocione dhe shumë motivim. Natyrisht kjo është në ndeshje nivelit më të lartë të këtij kompeticioni, prandaj ne do të shkojmë të bëjmë me të mirën nga ana jonë, kjo është ideja. Dhe çfarë do ndodhë do shohim. Shpresoj që do kemi një ndeshje të mrekullueshme. Dhe e dim që çdo gjë mund të ndodhë gjatë këtyre 90 minutave, pa pas skadimit të këtyre 90 minutave, sa i përket lojtarëve spanjoll, nuk dua që të përgjigjem në këtë pyetje, duke marrë parasysh shtetësitë të dyfishta të cilët shumë prej nesh kemi, do është më mirë të mos përgjigjemi. Pasi dikush mund të thotë e ka një pasaport nga Spanja, gjyshen e ka spanjoll apo të tjera, prandaj nuk dua që të flas për këtë gjëra. Nesër patjetër që do të jetë fitore më e rëndësishme e Shqipërisë. Por duhet të di se çfarë do të jetë gjëja më e rëndësishme gjatë 24 orëve të ardhshme. Do të keni bisedat ekskluzive në disa prej lojtarëve. Dhe flasim për disa prej ditëve shumë të ngjeshura. Duhet të di nëse keni arritur të shikoni ndeshje tjera siç është Copa America, keni ndonjë ide për atë çfarë është duke ngjarë, për shembull Brazilin që do të fillojë ndeshjen e parë të Copa Amerikës të hënën ardhshme. Do përgjigjem në gjuhën spanjolle apo jo po? Para së gjithë është mirë mbrëma.
Që më mirë që të bëjmë gjatë këtyre 24 orëve të ardhshme është që të pushojmë, të flejmë mirë, nëse do kemi kohë të mjaftueshme, të tjerë, të qetësohemi, është një ndeshje shumë e rëndësishme, edhe shumë interesante për vendin ton, për skuadrën ton, siç e thash herët, jemi shumë të lumtur që jemi këtu, nuk ka qenë lehtë që të vim këtu. Ka patër punë shumë të zellshme, e cila qëndron pas këtij rrugtimi dhe natyrisht të bëhet fjalë për një kompeticion të nivelit shumë të lartë, ka patër shumë gola, shumë lojra të mira në fillim, shumë ndeshje të vështira. Por ja që fatkeqësisht unë nuk kam patër kohë të shoh as ndeshjet e Euros e lërëm Copa American. Gjithashtu ekziston diferenca në kohë, ne me të vërtetë jemi duke punuar shumë me stafin ton, jemi duke punuar në për cepat të ndryshme të fushës dhe detajet të shumta dhe fatkeqësisht nuk kam kohë për gjëra tjera. Besoj që kjo ishte pyetja, apo jo? Deshet edhe diçka tjetër të dini? Ne kur punojmë me skuadrën kombëtare, ne thjesht e shohim lojën tonë, jemi të fokusuar në kampionatin evropian, lojën e natyrisht skuadrës sonë, kur më herët kam vëzhguar edhe kam parë lojë të ndryshme të skuadrëve me cilët kam patur kontakt apo për cilët kam punuar, por tani nuk është e mundur të bëj këtë gjëra. Tani synimi ynë edhe caku ynë është këtu në kampionatin evropian. Para 8 vitesh, si që thatë ju, shumë të rinj shqiptar janë kënaqur në pjesëmarrjen e parë të skuadrës kombëtare shqiptare në këtë eveniment. Çfarë mendoni që ka ndryshuar gjatë këtyre 8 viteve të fundit tek kombëtare shqiptare për të qenë Shqipëria këtu ku është në këtë lojë shumë të rëndësishme, ndeshje të rëndësishme kundër Spanjës? Unë nuk e kam përmirësuar futbollin shqiptar. Ju falenderit për këtë pyetje. Por kjo ka të bëjë me punën zellshme të lojtarëve. Ne më të vërtet kemi lojtarë shumë të mirë, mund të flasim për 6 apo 7 lojtarë të skuadrës të cilët janë të rinj se 25 vjeç. Edhe shumë ndoshta nuk keni dëgjuar për ta më herët e të tjerë, por ne kur i kemi bërë vlerësimin e të gjithë këtyre 26 lojtarëve, e kemi parë të cilët janë ata me të cilët do shkojmë deri në fund. Por në fushë do shfaqen 11 dhe ka shumë të mirë në mes të cilëve do të përzgjedhin këtë 11 startuese. Ne kemi punuar shumë për të parë se çfarë mund të bëjnë lojtarët në fushën e lojës. Unë kam jetuar futbollin për një periudhë shumë të gjatë dhe natyrisht unë punoj çdo ditë me ta për të kuptuar, për të organizuar dhe fushë në mënyrë që lojtarët të bëjnë diçka më shumë. Dhe këtë e kanë kuptuar. E kanë kuptuar punën të cilën e bëjmë dhe atë çfarë duhet të bëjmë për të përmirësuar veten, për të ballavaçuar me kundërshtarin, për të ndërtuar një strategji të lojës. Kemi qenë në gjendje që të organizojmë shumë gjëra këtu dhe kemi lojtarë shumë të mirë të cilëve është duke u shkuar mirë, ka të bëjë me forcën, dashurinë që cilën ndjejnë për vendin, për kushtimin dhe çdo gjë që mund të nënkuptohet. Jam shumë falënderues për lojtarët të cilët na kanë besuar ne për të vazhduar të punojmë me ta me shumë zell edhe për të besuar që mund të ecim tutje. Pra, pothuajse vetë se e kemi gati 11 startuese, por kemi edhe 24 orë tjera, do të presim, do të mendojmë, do shohim, kemi edhe një sesion trajnimi për nesër, do flasim me lojtarët për të parë se si janë, si ndihen, dhe pastaj do vendosim.
Do shohim. Si që thashtë edhe më herët, Spanja mund të luajë me formacionin e parë, dytë apo të tretë, me titularët apo zëvendësuesit e tyre. Dhe do të shkojnë në finale. Mund të shkojnë në finale. Pra ka lojtar shumë të mirë. Ky është një kompeticion i mrekullueshëm dhe kjo është diçka që nuk ndryshon fare punën për ne. Dhe natyrisht ne do shkojmë në fushë, megjithatë dhe do të tentojmë që të shfrytëzojmë mundësitë tona për të vazhduar tutjen për këtë fazë të grupeve, por natyrisht do bëjmë lojë më të mirë të mundum. Zotri do t'ju shtroj pyetjen në gjuhën italiane. Dëshiroj t'ju pyes nëse i ndjeni keqardhje për mungesën e dakut dhe nëse keni pritur një dënim aq të vështirë. Një dënim aq të rëndë. Sikur se tha dhe Berat Gjimshiti, jemi këtu për të luajtur futboll në një eveniment, kompeticion briljant. Jemi këtu për të folur për futbollin. Duam të flasim për qytetarët e fëmijëve, të cilët do rritën duke parë këtë lojë, dhe për këto gjëra duam të flasim, nuk e di nëse ka gjëra tjera, atëherë me të vërtet nuk kam shumë për të komentuar, nuk duam të shpenzojmë energjinë në ndonjë gjë tjetër përpas Spanjës dhe skuadrës son dhe lojës e cila duhet të jetë përkryer nesër, pra nuk ka kohë për gjëra tjera, duhet të flasim për futbollin. Çfarë do që ka vendosur UEFA, kjo varet nga ata, nuk mund të ndikojmë fare në këtë gjë, por çfarë mund të bëjmë është të përgatitemi për lojën e nesërme dhe të shohim çfarë do bëjmë. Ju falenderoj shumë të gjithëve.